Policia spanjolle në 2 operacione antidrog në Valencia dhe Vigo sekuestroi rreth 11 ton kokainë të fshirë në kontejnerët e transportit detar. Operacionet që u zhvilluan në të njëjtën kohë në 2 qytetet, u kryen në bashkëpunim me Agjencinë Tatimore të këtij vendi. Policia njoftoi se u arrestuan 20 persona të lidhur me 2 organizata me origjinë ballkanike, duke shtuar se u dha një goditje e rëndë rrjeteve më të fuqishme të shpërndarjes së kokainës në Evropë. Gjatë operacionit në Vigo, në veri perëndim të Spanjës, u sekuestruan 7500 ton kokainë, e cila ishte fshirë në kutitë e peshkut ton të ngrirë. Sipas policisë, kjo ishte sasia më e madhe e sekuestruar ndonjëherë në këtë rajon. Ndërsa nga operacioni në Valencia u sekuestruan 3.4 ton kokainë, e cila ishte fshirë në 2 kontejner që kontrabandistët pretendonin se ishin braktisur në port. Policia tha se droga e kapur ishte kontrabanduar në Spanjë nga Amerika Latine. Sipas saj, grupi që organizoi dërgesën kishte krijuar një rrjet kompleks biznesesh që përdoreshin për të mbuluar aktivitetet e tyre të paligjshme.